Moti në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë kryesisht i ndryshueshëm me vranësira dhe ngrohtë me periudha me diell. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se ditën e nesërme, gjatë pasdites, parashikohet të ketë rreshje lokale të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Sipas tyre, në disa vende do të ketë kushte për stuhi me erë të fortë dhe breshër dhe do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi juglindor. Nga e marta moti pritet të jetë me diell dhe shumë ngrohtë, por edhe me vranësira të paktën deri në mesatare lokale. Do të fryjë erë dobët deri në mesatare nga drejtimi jugor. DPHM thekson se të mërkurën moti do të jetë me diell dhe ngrohtë dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale, ndërsa gjatë pasdites ata sqarojnë se në disa vende do të ketë vranësira të shtuara dhe kushte për rreshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar, kurse dita e enjte sipas tyre pritet të jetë me diell dhe me vranësira të pakta deri mesatare lokale.